Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në takimin e radhës të emisionit Dritë në Oqean. Do të jemi sërish bashkë për të prekur dhe për të diskutuar një nga temat më të ndjeshme që gjithmonë tërheq vëmendjen e audiencës dhe të televizionistëve dhe që ka të bëjë konkretisht për mënyrën e funksionimit dhe për marrëdhëniet e ndërtuara midis qytetarit dhe administratës shtetërore. Dhe për më tepër, marrëdhëniet e ndërsjellura midis tyre, por edhe për shërbimet që i afrojnë qytetarit dhe gamën e problematikës me të cilën ai përballet për çdo ditë. Pikërisht për këto probleme ne kemi të ftuar në mbrëmjen e sotme kolegët tanë gazetar, zotin Makupone, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Malinda Rama, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Dhe Evangel Sako, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Atëherë, siç e kemi thënë në fillim të qyshnyrit të emisionit, është një problematikë e gjerë. Shpeshherë, sa herë që kemi të bëjmë me do ta lidhim me politikën, me forcat ndryshme politike të cilat premtojnë të vinë pushtet, vinë pushtet, janë pushtet, premtojnë që do të kenë një funksionim më eficient në adresë të qytetarit. Administrata do të vihet tërësisht në shërbim të tij. Por realisht, cilat janë problemet më të përreda ose sa funksionojnë konkretisht këto marrëdhënie midis qytetarit dhe administratës parë në planin e parë, zoti Pone? Tashi, më e para të parave nga borojnë të gjitha këto marrëdhënie, me që doli, sa po doli në fjalën tuaj, fillon me programet zgjedhore, ose thosh me synimin për të marrë pushtetin njëra apo forca tjetër politike, dhe ata kanë platformën, programin elektoral, ku çdo gjë që përfshihet në këtë program, në fundit do të thotë të shkojë në dobi të popullit, të shtetasit, të vetë shtetit dhe të vetë zhvillimit. Pra, në çdo hap që do të hedhin njeriu i sotëm, qytetari, ka parasysh në fundit, ai nëse merr në mënyrë ideale, ky shtet është i detyruar të më shërbej, do të thotë, po dhe unë jam në të njëjtën kohë i detyruar të shërbej këtë shteti. Kjo është ajo marrëdhënia ideale, e cila në fakt nuk ekziston, ose në mënyrë të pjesme ekziston diku, edhe diku nuk ekziston, dhe mbi bazën e kësaj ndërtohen pastaj të gjitha marrëdhëniet. Kështu që një ndër këto shtylla janë pikërisht edhe marrëdhëniet e administratës publike, ose e mparë më gjerë të shtetasit me shtetasit e vetë. Dhe në këtë shtetasit me shtetin, më falni. Me shtetin. Dhe në këtë rast, një pjesë, domethënë, në tërësinë e vetë, edhe ato institucionet që janë në varësi të shtetit, janë zgjedhur nga shtetasit, po gjithashtu dhe ato që janë në funksion të një force ose politike, ose të një koalicioni forcës të zbritura në njësinë e pushtetit vendor, përsëri janë me të zgjedhura nga populli, pra nga shtetasi. Dhe në këtë kuptim, qoftë në sferën e lartme të qeverisjes, qoftë në qeverisje vendore, këto probleme janë të shtruara dhe të qarta. Këtë do të thotë si hyrje. Pra, është një lidhje ndërsjellët për të përfituar shërbim qytetari, jo që të shtetasi, por nga ana tjetër dhe për t'i shërbyer. Pra, është një lidhje e dyanshme. Një lidhje e dyanshme dhe në rast se çalon njëra anë, kjo do të ndikojë jo vetëm që do ta pësojë për vete, por do prishet balanca dhe do ta pësojë për vete, por në të njëjtën kohë dëmtohet edhe pjesa tjetër. Ky është një reciprok i ndërsjellë dhe jep e merr me njëri tjetrin. Marrëdhëniet japin e marrin me njëri tjetrin brenda këtij raporti. Po, zoti Soto? Po, në gjykimin tim, në një shtet demokratik të vërtet, ose në një gjykim logjik të zhvillimit të marrëdhënieve midis shtetit edhe shtetasit, uralisi do të ishte ligji. Në çfarë kuptim? Në kuptimin që unë si shtetas do të shkoja tek administratori i çfarë do lloj kategorie të shtetit, qoftë një punonjës të thjeshtë, apo qoftë edhe një shtetari të lartë, kur të kisha nevojë për të zbatuar një ligj. Ndërkohë që edhe ai shtetasi, administratori, edhe i kategorisë së ulët, edhe i kategorisë së lartë, do të më priste dhe do të përcillte mua përmes ligjit edhe përmes gjuhës së këtij ligji. Mirë, fatkeqësisht në Shqipëri, kur ligji nuk është akoma një shtyllë e betonte marrëdhënieve ndërnjerëzore, por në mes është politika, më vjen keq ta them me konstatim që
ka vend shumë për dëshuar në marrëdhënie midis shtetasit edhe shtetit. Sepse ne vim nga një periudhë 50 vjeçare kur politika ishte në plan të parë dhe nëse në vitin 90 menduam dhe dëshiruam fillimisht, pastaj menduam se do të kalojmë në një sistem demokratik ku do të kishim së pari një liri shprehje, mendimi, veprimi etj. Prap më vjen keq që bëj një konstatim ku them që prap politika është plan të parë. Sepse desha të bëj një pyetje retorike edhe kolegëve, po edhe dëgjuesve që na ndjekin përmes ekranit. Më thoni një intelektual të mirëfillt që shkon në një punë administrate pa patur mik një deputet, një administrator të madh apo vetë kryeministrin. Më gjeni. Unë konstatoj me dhimi që në administratën e sotme shtetërore nuk ka një hierarki vlerash. Në ç'kuptim? Në kuptimin që në postin më të madh të vej ai që është mi i Zoti, ai që është organizatori i aftë, që ditë drejtoj, që pastaj të marrë edhe drejtues të tjerë, deri tek punëtori më i thjesht, për të qenë në zbatim të ligjit dhe për të qenë në shërbim të popullit që i zgjedh. Patjetër. Pavarësisht se mund të shkojë përmes një suporti politik dikush në një pozicion të caktuar, siç e thatë edhe ju, prap ky suport politik nuk mund ta pengojë një individ që do të ketë atë ngasin apo shtysën e mirë për të shërbyer qytetarit, nuk e di nëse Po ka një problem koleg. Kur ju thatë ligji është zbatueshmëria e ligjit, kam idenë që doni të. Po ka një problem koleg që ne të mos e fshejmë me njëri tjetrin, po mos e fshejmë edhe popullit që na ndjek, teleshikuesve që e din sa e dim edhe neve. Që çdo njeri që kërkon sot një punë në shtet nuk e kërkon thjesht sepse ka një pasion për të zbatuar një ligj apo për të bërë një detyrë, po e kërkon një post apo një detyrë politike sepse kemi atë opinionin e madh që një post politik të jep edhe një qerrë më të mira nga mbrapa. Pra, një administrator sot që shkon në një post, nuk e di, mbas e kam gabim, më korrigjojnë edhe kolegët, ka dy standarde, nuk e di, thash, nuk është konstatimi im absolut, në Shqipëri shikoj që të gjithë njerëzit kanë dy standarde. Ka një standard kur janë qytetarë të thjeshtë dhe ka një standard tjetër kur vën zë një post. Nëse sot në pallatin tim unë bëj bisedë me banorët e mi dhe them që shiko administrata, pushtetarët e tjerë dhe nxjerrim gjithë mllefin dhe dufin që kemi dhe të siguroj që është duf edhe mllef i madh, sapo nesër njëri nga këta bashkëbiseduesit e mi merr një postë shtetëror, nuk e di distancohet vetvetiu. Dhe kur ti pas pak kohësh dëshiron të bësh të njëjtin bisedë që ke bërë para pak kohësh me atë, dhe të shprehësh dufin, shikon që ai ka një qëndrim tjetër, ka një qëndrim zyrtar, atë që dje jo e shande, po e kritikonte, sot e mburr, e mbron me vru. Pra nuk kemi një standard të vetëm, që unë që jam sot në këtë pozicion, jam i njëjti evangel edhe nesër kur të bëhem drejtori i televizionit apo vonë. Po sapo më japin larg qoftë, ke shpallur kandidaturën? Jo larg qoftë. Fillojmë mbaj me kolegët e mi një qëndrim tjetër, jo një qëndrim dashamirës. Kjo gjë e mora për shembull, po kjo gjë ndodh sot në administratën shtetërore. Dhe këtu më dhëmb. Pa dashur të hedh poshtë edhe një gjë tjetër, që edhe në qytetarët e thjeshtë, sepse ne në këtë kategori fusim veten, kemi pjesën tonë të përgjegjësisë në këtë gabim apo në këtë rritje mendjesh të administratës. Sepse një kërkesë të thjeshtë që kemi ndaj administratës nuk shkojmë brenda ligjit, brenda normave, brenda kritereve. Po mundohemi të gjejmë një kram marrje, të gjejmë një shpinë marrje, në fundit gjejmë edhe një midë marrje, midë dhënie, sepse ka filluar që e shikojmë që do ta shohim, që kjo është një frutdhënie. Kështu që edhe ne qytetarët e thjeshtë në këtë marrëdhënie midis shtetit ose midis administratës. Nuk hapen ndryshe normalisht që ai që ka një problem do të përpiqet për gjithë. Tash Shkodrani ka një shprehje thotë shteti bën ligje edhe populli do gjej shtigje. Rama? Në fakt, fasada është ajo që ligjërisht sot shteti i shërben shtetasit, shtetarit. Por praktikisht, ashtu sikur se e thanë dhe kolegët e mi parafolës, praktikisht kjo nuk ndodh në të vërtetë, sepse sot pjesa dërmuese e qytetarëve nuk marrin dot shërbimin e duhur në kohën e duhur dhe për problemin që ata kanë. Nëse tha pak më parë profesor Marku që ne kemi detyrime dhe duhet që t'jenë këto marrëdhënie reciproke, unë nuk do të isha plotësisht dakord për arsye se shtetasi është një qytetar i thjeshtë, i cili nuk njeh, flasim domethënë për shtetasin që nuk e njeh ligjin, thjesht kërkon një shërbim sepse i duhet. Dhe i pari që do ta zgjas këtë dorë apo që do ta jap shembullin e mirë është administrata. Por duke qenë se sot administratës nuk i mëshohet në cilësi, pra nuk zgjidhet personi i duhur apo
zgjidhen persona të cilët kanë nevojë për punë, pra nuk janë profesionistë. Ose është e lidhje që përmendi zoti Sako pak më parë, që dihet, nuk kemi se ta fsheh. Po pikërisht është dhe ajo, politike. Politika në mes dhe detyrohen pasaj qytetarët duke u ndirë të diskriminuar, të fyer herë, detyrohen pasaj që të shkojnë për të gjetur rrugë alternative, sepse çdo qytetar kërkon të zgjidhë problemin. Nuk do të di nëse kjo quhet mitmarrje, quhet të gjesh mikun apo quhet të korruptosh punojësin e institucionit. Pra, momentalisht, ne nuk kemi një administratë efikase që t'jetë në shërbim të shtetësve. Po pikërisht kam idenë se kjo ngurtësi e kësaj administrate që nuk e qartëson apo nuk e thjellon atë qytetar, krijon dhe këtë mungesë të madhe të quaj informacionit. Shiko, pjesa pasi dërmuese. un kam idenë që kjo pra për të shkuar në pro asaj që ka thënë zoti Pone pak më parë. Normalisht një lidhje duhet të jetë dy anësh. Pak më parë tha që përpara çdo fushate zgjedhore, pjesa dërmuese e qytetarëve njihen me një platformë shërbimi. Kjo bëhet një herë në 4 vjet, aq herë sa ka zgjedhje, qofshin këto vendore apo qendrore. Dhe në çastin që këtij qytetari, këtij shtetasi nuk i ofrohet ky lloj informacioni në një pra le të jetë periodike kjo në një moment të caktuar, qoftë me afisha, qoftë me seminare të ndryshme, qoftë dhe me takime me komunitetin, pse jo? Qytetari është i pa informuar dhe duke qenë i pa informuar nuk di se çfarë ka detyrim dhe çfarë ka të drejtë që të kërkojë. Dhe është ajo që unë thash pak më parë, detyrohet që të zgjejë çdo rrugë për të zgjidhur problemin e vet. E qartë. Që këto rrugë shpesh ja dedikon ose ja imponon, po vetë administrata, vetë punonësi. Fuqia reale në fakt e këtyre premtimeve, që janë edhe më të shkruar, kolegë nuk ka janë pa shkruar, ka dhe shumë që janë të shkruara, po fuqia reale e këtyre premtimeve është deri në datën që mbarojnë zgjedhjet. Në ditën që mbarojnë zgjedhjet, shpallet fituesi jo vetëm që i harron ato që i ka premtuar, po nga ndonjëherë bëhet edhe i kundërt i atyre që ka premtuar. Dhe kjo është e qëllimshme pasaj që pasqyrohet edhe në veprimtarinë e administratës në gjithë kohën e mbajtjes së pushtetit. Tjetër problem që duhet mendoj unë që është shqetësues është edhe fakti që ne nuk kemi një administratë, nuk po them statike që tjetë e palevizshme, po tjetë profesionale edhe tjetë jashtë sferës politike. Ne në të gjitha shkallët e kategorisë të administratës, madje deri tek faturimi i autobusit apo deri tek pastruesja e institucionit, ndryshon sapo një parti me pushtetin. Kur nuk ka lidhje fare pastruesja. Pastruesja e bën punën edhe kur është PD-ja edhe kur është PS-ja në pushtet. Sepse fshesën ka mjete më të madh, më modern. Nuk ka kompjuterin që të mësoj kompjuterin. Ajo fshesën, bishtin e fshesës dhe bishtin e larjes ka. Mi po, megjithatë prap sapo merr një parti pushtetin, do ndrojë deri tek pastruesja dhe kjo pastaj fillon edhe në fakt dhe këta të fundit bëhen më të pushtetshmit kur gjen këtë vend. Një desha në fillim, ose nuk u sqarova plotësisht, u kam parasysh qytetarin dhe administrata ose shtetin për ballti, por qytetar në kuptimin e parë të ngushtë të fjalës, që unë bëj një gjë për shoqërinë. E qartë. Qose jam hidraulik, elektricist, kudo që t'jem, për shoqërinë murator, e tjera pavarësisht në marrëdhëniet e punës, qoftë me shtetin, publike ose jo publike, nuk ka rëndësi. Por nëse unë në këtë detyrë që marr përsipër si lloj profesionisti e krye i bindur me ndërgjegje të plotë. Edhe nuk kam asnjë lloj dredhie, nuk kam asnjë lloj paragjykimi për t'ia hedhur dikujt. Befas unë si shtetas i thjesht, unë do të kur ndodhem përballë pasaj në një shkallë më të specializuar, një administrate, ndihemi hutuar. Sepse atë që unë bëj me ndërgjegje, nëse tullën e vë mirë, nëse unë ato lidhjet hidraulike e bëj në rregull, ose nëse si mësuesja model, etj. Domethënë kudo që shërbej ndaj shoqërisë, unë habitem kur shkoj në një administratë edhe nuk e gjej këtë që gjetë vetja. Pra, më falni të bëj një ndryrë për të ndihmuar. Unë shtetasi respektoj çdo normë ligjore, juridike dhe shoqërore të këtij shteti ku bëj pjesë. Atëherë kërkoj pjesën tjetër. Unë përballë administratës në shërbimet që duhet jap administrata apo jo. Pikërisht këtu ndodh edhe deformimi. Se unë që jam korrekt ndaj ligjit, po marrin njeriu normal të një shteti. Unë kur kam, si thosh, kërkoj pasqyrën tek shteti te administrata.
mendoj se unë që jam i tillë, i zbatues i ligjit, brenda familjes jam i rregullt, mund të jem baba, gjys, domethënë vlla e vlla, motër e vlla, nuse, vjerë etj. Në të gjitha këto unë jam në rregull, befës apo unë bëj kam një hall dhe paraqitet në administrat, unë këtu e shikoj së pari deformimin. Atëherë do të ndodhi pse? Sepse administrata vetë, jo vetëm që duhet ballafaqohet me ligjin dhe ligjshmërinë, por dhe të futet brenda lëkurës së këtij shteti si të thjeshtë. Mor ç'a halli ka kë? A ka një hall, ka një problem që kjo zgjidhet me një telefonat, ose zgjidhet me një të hapur të ligjit, ose zgjidhet me një ndërhyrje, ose i thuhet vërtet që unë do të merrem me të. Po jam i bindur që se kaj, sa po të dali do harrohet edhe ku e lam neve muhabetin? Sepse dhe administrata në pjesën ndërmuese është një shtetës. Pra së pari përpara se të jetë përfaqësues administratës është vetë shtetës. Atëherë le të vëmë përballë këta shtetës në mënyrë individuale, po unë nuk jam kurrë në mënyrë individuale, sepse unë përfaqësoj jo vetëm, po përfaqësoj familjen time. Halli im është më i gjerë. Edhe pjesëtarët e familjes, domethënë djali, nusja, vajza etj. Në varësi të këtij halli kanë dhe dritaren për të zgjidhur diçka tjetër. Domethënë se mua nuk më zgjidhet një problem jetik, këtë nuk e vuj unë si individ, por jemi një bashkësi, një familje bile edhe më tej akoma. Nuk e di koleg, duke qenë se jemi në diskutimin e përgjithshëm të marrëdhënieve administratë shtetase, unë do ta them, megjithëse mund të ketë një kosto politike kjo do të them, sepse sa shpreh një mendim, fillojnë teleshikuese për ta që na njohin, ky është komunist, ky është ballist, ky është fashist. Ne kemi turp në jetë marrim një shembull midis kohës që kemi jetuar dhe kohës që jetojmë. Unë dhe profesor Marko jemi 15 vjetër dhe kemi jetuar mirë atë kohë. E keni jetuar mirë në kuptimin e fjalës. E kemi jetuar, e njohim mirë, e njohim mirë. Atëherë më thoj, në cilën kush guxonte në atë kohë? Mos marrim shembullin e diktaturës, mos marrim shembullin e persekutimeve, mos marrim edhe shembullin e kombëtarës që nuk bën aq gola sa donte me Roxha. Se jep dhe gurdh ai të bësh kaq gola, nuk realizohesh. Nuk i bëri Korea e Veriut ato. Edhe u dënua e. Mos marrim këtë shembull nga koha që shkoi. Edhe pati një kritikë publike. Publike bile. Atë mos marrim këtë shembull. Këto shembull të këqij, që janë një varg, janë një qerrë. Po të marrim një shembull të thjeshtë. Dhe ta krahasojmë, nuk është turp ta themi. Ku guxon një shitse e fruta perimeve të mbyllte dyqanin para orarit në atë kohë. Nuk guxon dot. Dhe kur shkonte jepte gjithë djali në çerdhe, fëmijës në çerdhe, lindte një shënim atje. Jam në çerdhe. Pra e verifikueshme, sepse do thonë ju që ishte diktatura e proletariatit. Okej, dakor, ishte diktatura e proletariatit. Sot mos të vëmë në plan pa diktaturën e proletariatit. Le të vëmë diktaturën e ligjit. Ta përcaktojmë qartë administratorit. Që ti je në punë 8 me 7 dhe je gatitur përpara meje, dhe 8 me 7 i s'ket drejt lëviz. Dhe po lëvizje nga puna. Mirë po, duke qenë se unë në punë shkoj, pasi kam marrë një miratim nga deputeti, nuk pyes fare as për orarin, edhe as për ata që kanë pas sportelit. Kjo është situata, nuk e di, jam i saktë apo jo. Atëre, realisht në fakt le të bëjmë pak më toksor. Ka shumë probleme, sa herë ne kemi emisionin tjetër që është barometri matës, në fakt, për komunikimin e administratës me qytetarin, në emisionin Zëri juaj. Duket sikur në thyrjen e parë që ndodh midis qytetarit dhe shërbimit që ai kërkon për t'i ofruar, por që nuk e ofrohet, ndodh dhe braktisja apo abandonimi që i bën administratës ky qytetar, por nuk kërkon, nuk di në mënyrën se si të kërkoj për bërë një lloj denoncimi, por i dëshpëruar thot askush nuk të pret. Është një fakt i lidhur. Nëse për një problem të ngritur nga ana e qytetarëve, dhe unë shpesh kam këmbgulur duke thënë, a keni ngritur zërin për të kërkuar në instancë përkatëse? Ata dhe pa provuar mund të shprehen, e kush të pret atij? Sa di pone? Unë do të thoshe që... Sepse kjo është një vlerësim minimal që i bëhet administratës, kjo mënyrë të shprehurit. Pavarësisht se mund të ketë një abuzim të vogël brenda. Ajo që tha kolegu Valier, diktatura e ligjit, për fat keq nuk ekziston, sepse shkruhet. Kemi trupin gjykues, edhe çuditërisht nuk duam ta kuptojmë që thuhet para ligjit të gjithë janë të barabartë, jemi të barabartë. Po realisht, a jemi të barabartë për para ligjit? Nuk jemi të barabartë. E shkruar në letër është? Në letër është që as në marrjen unë gjithmonë e vën dyshim marrjen e një vendimi.
vendimi përfundimtar, sepse kam parë që për vrasje janë dënuar 8, 10, 12 vjet, 25 vjet, nuk e dim po të ishe ligji pushkatimit, a do të ishe pushkatur në një, me presim të atyre rasteve që njojmë në fillim të tranzicionit. Pra, ne nuk jemi të barabartë për para ligjit, duke mos qenë të barabartë, edhe duke mos patur status në punësi, edhe që nga emrimi një në punësi, për shembull unë do të habitesha në një njësi të pushtetit vendor, në komunë ose në një bashki, të ishte në një demokrat i shpallur. Demokrat, me partinë demokratike. Kur nuk do të çuditesha, nëse do ishte ekonomist i përsosur, nëse do të ishte i ndershëm në punë, do të mbante marrëdhënie me kolegët edhe me qytetarët, nëse do ishte krijues. Përse ky në punë s'ka që zoti, duhet largohet nga puna, 4 vjet, po, por nëse një forcë politike merr prapë 8 vjet. Këtu e 8 vjet, ai 8 vjet me i plagur. Ka një okazion, mund të ndryshoj kartoni politik. Atëherë, ky që është për shembull model dhe krijues i talentuar, po themi ne, ky humbet vendin e punës sepse ky është pasojë e valomës politike. Atëherë, kjo bën që administrata të jetë pak në rehati. Do më thënë, ka një ombrell, një çadër të madhe mbrojtëse për para ligjit, sepse është forca politike që e mbron. Ajo që ka sjell. Ajo që e ka sjell, ajo gjithsesi e mbron. Edhe ne do të çuditeshim kur të bëhesh një drejtorie, të bëhesh nga puna për mungesën për paaftësi, për thyrje të disiplinës, për pritjen e keqe të popullit, për mos ndjekjen e problemeve, mo ke qejf të dëgjosh që në bashkinë e Beratit... Jo, ndodhin këto, po ndodhin për mjetmarrje. Për emërusin e përbashkët. Këto ndodhin ose për mjetmarrje ose për shkarje nga vija e partisë. Jo, kur ka një demaskim për mjetmarrje. Kur ka një demaskim për mjetmarrje, bile organizohet, ta kapin edhe me njerë, si që ndodhin, nuk do marrim shumë nga ty, po ti mund në thush për shumë se që ka ndodhur, ta zë me një drejtor arsimi. Që unë po vje, tjere. Ke parasysh. Do më thënë, jo për mjetmarrje, po amanat që na bëre kështu. Po pse shkretën e bëj fare hapur? Të marrim qike nga qikë tamë si miu. Nuk e sepse ti jesh shkaktari ti të denoncosh. Denoncimi vjen nga dikush tjetër, vjen nga ta që e pësojnë. Edhe nuk vjen, si thush, nga ai që quhet auditi i brendshëm, nga kontrolli i brendshëm, ne po vërim se filani po na nuk ky ekziston në momente të caktuara. Ky do shpallet kur është vënë në rreth. Pra, një marrje mase jo në rastin e parë kur evidentohet që me ankesat e para nuk niset timi, por duhet publikohet disa herë, siç ndodhi me rastin e fundit të mjekëve në Fier. Televizioni Apollon, sepse tregojmë të verbër dhe Short Mehmet nëse e anashkalojnë si problem. Disa herë, nuk e di, po këtu e 4 vjet më parë, ne kemi trajtuar të njëjtin problemin me abuzimet që bëheshin në Kemp, pra në Komisionin Mjekoligjor. Dhe asnjëherë nuk është bërë asgjë. Të vetmit që kemi folur kemi qenë ne dhe kemi qenë të vetëm përballë gjithkujt. Dhe qytetarë që dhe qytetarët që bërtisnin, kërkonin ndihmë dhe nuk gjenin dot shpëtim. Ja ky është shteti ynë. Atë këtu ishin në këtë moment edhe me zotin Pone pak më parë. Thash qytetari përballë administratës shtetërore, në një moment kur ka thyrjen e parë, kur ka ngërçin e parë, kur nuk i shërbet, i mbyllet një derë, atëherë duket se nuk vazhdon më tej dhe bëhet pesimist, dëshpërimtar dhe është ajo shpreha, unë nuk po përpiqem për ta zbukuruar shumë, nuk mund të gjesh zgjidhje. Shikoj, e para e punës, personi që punësot në një administratë, qoftë ky drejtues apo specialist i thjesht, duhet të ketë komunikimin, që është baza. Dhe ne e dim fare mirë, sepse për ditë jemi në terren, për ditë kemi njerëzit tanë, për ditë kemi qytetarë që vinë dhe ankojnë, e dim fare mirë që sot mungon komunikimi me qytetarin. Sot qytetari shikohet se a është i veshur bukur që ta pres mirë. Por në fakt qytetarin duhet ta shikosh si një pjesë madhore, apo jo opresor, që është dhe vendimtare në të ardhmen, apo jo, në forcimin e administratës. Por kjo është çështje përgjegjësie, themu, dhe ndërgjegjësimi. Pra, çdo individ duhet që ta ketë vetë, duhet ta fillojë nga vetja. Sa jam unë i aftë të shërbej këtij qytetari. Jo më kot, sot dhe kësaj dite
elementi bazë që kërkohet për një që do të punësojë, të paktën që praktikohet në firmat private të cilat nuk e njohin mitmarrjen, njohin vetëm shërbimin e mirë, kërkojnë komunikimin në grup, komunikimin me publikun. Në fakt administrata shtetërore për të ardhur keq nuk e ka. Realisht, kuptohet që ne nuk e përgjithsojmë sepse ka element shumë të mirë dhe në administratën shtetërore ka qytetarë që din të ofrojnë këtë shërbim. Nuk po e përgjithsojmë. Janë disa individ që e molepsin, le të themi, dhe e infektojnë gjithë administratën, aq sa qytetari thotë me ata nuk flitet. Trembet. Unë duhet me nëvizojnë. Po, kam dhe unë folë, po, s'ka problem. Për teleshikuesin e gjertë kemi parasysh të shtros një problem dhe ose kur i themi hall në administrat duhet kuptuar që nuk e gjithmonë të drejti, këtu po i drejtojmë shtetasit. Nuk është e thënë që ti që përbën problem kjo për ty, por kur kjo shkon ndesh me një ligj dhe administrata të përgjigjit që nuk është në dobin tënde, nuk e fiton të këtë çështje. Duhet ta bindësh. Këtu duhet të dy palët që të rinë përballë njëra tjetrës, mbi bazën duke pasur në mes ligjin. Ti ende dhe unë këtej, duhet t'i themi, duhet t'i thot mendje sa i qytetar që nuk është e thënë që ti me që mendon se ke të drejt, ose shikon nga njëra anë në ligj dhe nuk e shikon në tërësinë e tij, mos atëre nuk është e keqe administrata. Këtu ka funksionuar komunikimi i administratës. Nëse e pret, po, ka funksionuar normalisht. Dhe mbasi kalohet faza e parë që e ka pritur, e ka dëgjuar, por nuk e ka bindur, atëre ky shtetas nuk duhet si thosh t'ia mbaj po i themi konkluzionin që kjo administratës kështu është burokratike, kjo është në mos kalon në gjëra të përgjithësuara, por duke shikuar në prizmin e hallit tënd, duke të argumentuar tjetri, sepse që aty pasën po shkojmë një shkallë më lartë, po e qymë apel për shembull. Dhe ti do të marrësh përsëri të njëjtën përgjigje. Atëherë duhet të bindesh dhe të ikësh edhe ti je mirënjohës se këtij, si thosh këtij pjesëtarit të administratës, që të mos kalojmë ta nxjim tërësisht. Se ka bërë me dije që është në fillim që... Ta ka bërë me dije, që du të shikojmë që jo zgjidhja e problemit në favorin të për të interesin ngushtë. E kuptoj, për të interesin ngushtë. Po, zoti Sako kishte diçka të shtuar. Po, në kuptimin figurativ do thosha që zyra e ankesës, me që po flasim domo për ankesat, ose porta e zyrës së ankesave është e mbyllur në kuptim figurativ gjithmonë, për fajte të dy palëve. Sepse për mua shteta si administratori, sa po merr ato zyrtare që ka për të administruar, qelsin e derës e merr dhe edhe ndet. Dhe ndet një qelsë është vështirë ta gjesh. Por edhe shteta si nga ana tjetër ka përgjegjësinë në hap mos hapin e kësaj zyrës së ankesave, sepse trokitja e tij në këtë derë është shumë e vogël. Nuk ka një trokitje të fortë. Mua më ndodh shpesh dhe po e filloj nga shtetasit. Më ndodh shpesh që më kërkojnë në Vlorë, në një lagje, në një pallat, në një banesë për t'u ankuar. Ka një problem që është megjithatë problem shqetësos. Dhe s'u japin as interesi. Dhe sa po shkon, që unë jam jashtë këtij interesi, domethënë se mua s'më dhem këpuca pse aty s'ka drita për shkakun pallat, 2 apo 3 ditë. Në kuptimin që s'jeni banuar. Shqetësimi i shitje, po, shqetësimi i shitja. Po mua më shqetëson në pozicionin e detyrës që kam, si gazetar, për ta ndihmuar edhe për atë. Dhe sapo i thua, ndes mikrofonin i thua, urdhro, hajde tash i bash të dy, pak komentuar si gazetar dhe pak ti shqetësimin tënd, ta ngrem shqetësimin. Po jo thotë se shikoj unë kam besën në bashki thotë dhe mua më del fytyra në televizion. Po jo thotë tjetri se shikoj unë kam nipin në prefekturë thotë dhe shikon prefekti dhe më heq nipin. Pra, e fillova nga këta. Kjo është dhunë psikologjike që... Dhunë psikologjike, kjo është realiteti. Kjo ushtrojt mbi administratën, është tjetër gjë, pastaj është politika ajo që... Kjo është administrata mbetet, jo të qytetarët. Kjo është realitet, Marina. Është frika që ka qytetarët. Dhe çfarë do derivati nga ambas, ky është realiteti. Por edhe administratori, sapo merr një zyrë, nuk e bën qerpiku fare si lysh nga vendi, sepse ankohet Vangjeli, Maku, Malinda apo Bujari. Fare. Ka një çadër politike mbi kokë, le të bie shi, qoftë shi im, qoftë edhe rrebesh, atë nuk e lag shiu.
Nuk e di, dikur edhe në këto pikat shqiptore me që kujtuat vitet përpara 90-s, ka patur një libër vretjesh dhe propozimesh. Nuk e di se sot mund të ketë një Mbase ishte formal, mbase ishte formal, po shiko. Edhe atëherë po të bësh një ankesë, nuk e di profesore. Atëherë edhe një ankesë e thjeshtë të bësh. Po s'bëj. Shkoj deri në fund. Ka zyra ankinimesh, nuk e di në diçka di. Funksionon apo jo për Jo, janë po e quajmë për një çast pritje i qytetarëve. Orari pritjes qytetarëve që shkruhet diku apo ka parasysh nga terreni. A ekziston me të vërtet? Edhe ky është një blok, një emër i shënuar në atë librin e ankesave dhe propozimeve. Realisht, nëse shkon dhe shënohet pritje, të zëm në Bashkinë e Patosit ekziston, mos gabojmë, të zëm pritjen e premte, shumë duhet. Në Bashkinë e Firit gjithashtu ekziston edhe kudo ekziston. Ose mund në fundi mund ta kapësh kryetari e komunës edhe në rrugë, duke dalë nga zyra ose duke shkuar për diku. Nuk ka rëndësi zyrtare, takimi o zyrtar. Po, atëre që ta qenë zyrtar ti po i shkon. Ky është libri. Ti regjistrove emrin në librin e ankesave dhe ankesa është tek kryetari i komunës, i bashkisë, në kryetari i komunës, në kryetari e merat. Ose do të vesh tek avokati i popullit edhe ne dim të gjitha ato instanca dhe institucionet ku merret me këtë. Mi po si do t'ja bëjmë atij qytetari nga komuna e Kurjanit, kur vjen edhe ankohet me një faturë prej 500.000 lekësh drita njeri, 900.000 lekë të vjetra, kuptohet tjetëri, dhe ai mbasi kalon shkallë pas shkallë instancat, nuk gjen zgjidhje. Nuk i argumentohet teknikisht që ty të zhvën kjo afrofe, sepse vula ka pasur këtë ose këtë. Ai nga ana ti thotë unë s'kam pasur të bëj fare me vulën në Matës. Në fakt problemi i OSSH-s qëndron më larg se kaq, kam përshtypjen, se duke patur parasysh edhe të gjitha ankesat që janë bërë publike kohët e fundit. Dolëm te OSSH-ja. Dolëm tek OSSH-ja, po sepse është çështje ditë. Është një mënyrë shërbimi me OSSH-ja, kam një shembull të bukur për ta sjellë Vlora. Është çështje ditë. Se dalin te OSSH-ja. Nga nevojat me emergjentë. Po, janë dy institucione të cilat përballen për ditë me qytetarin dhe qytetari e ka më së të domosdoshme. Si më ndjeshme dhe më tej, ju patë. Është më ndjeshme sepse e tha profesori që i argumentohet ose jo, ka mungon vula e sahatit, moshqeterisë, ku di unë nuk flazot me termat e fushës. Pra, i bëhet ose jo një argumentim, qytetari nuk do t'ja di për këtë. Qytetari është i ndërgjegjshëm që nuk ka abuzuar. Dhe që këtu duhet filluar një, pra, ky qytetar, shumë i ndërgjegjshëm që nuk e ka bërë këtë vjedhje, sot faturohet dhe penalizohet në mënyrën më të keqe. Duke i quar një shumë 500.000 lekë të vjetra, 900.000 deri në 1 milion dhe 1,5 milion kanë qenë dje në fshatin Graçi apo jo? Po, Graçi. Protestën që ne kemi transmetuar sot në Po, atëherë si bën në rast të tilla? Pra këtu duhet veprojë shteti. Unë nuk dhe kur e kemi ne të vështirë, mendoj se sa të vështirë do ta ketë qytetari. Unë nuk e di se cila mund të jetë alternativa më e mirë apo rruga apo drita e jeshile që mund të jepet e drejta apo të diskutohet e drejta e këtyre qytetarëve. Unë këtë e shikoj në një udhkryq sepse për ditë dhe më shumë nuk kam gjë me punonjësit e OSSH-s, por për ditë dhe më shumë rastet e abuzimit poshtor. Punonjësit e OSSH-s po tregojnë shumë të pavargjeshëm dhe unë e çoj pikën mbi I tek faturistët. Pra faturistët po abuzojnë në mënyrën më të keqe. Unë nuk e di, po kam përshtypjen para disa kohësh u bë një debat publik me kompaninë Çez dhe Dritan Prishtina, apo. Ministri po. Dhe ministri kërkoi një sqarim publik, kërkoi që të gjithë këta që qenë penalizuar të dëmshpërbleshin, të kompensoheshin në kohë. U premtua nga Çezi, apo jo? U premtua, madje dolën në një konferencë për shtyp dhe thanë, të gjitha këto që janë faturuar mbi atë që është konsumuar dhe quhet abuzim, ne do t'ju kthejmë qytetarëve. Dhe të gjithë menduan, u tërhoqën qytetarët dhe menduan që ne do presim tani sepse shteti funksionon. Shteti ditë lidhura komunikimit dhe bashkëpunimi me firma të cilat marrin një shërbim me sipërmarrje. Po nuk ndodhi kjo,
më pas filluan dhe të bëheshin abuzime. Kjo ka ndodhur që në muajin Po të janar, rëndonta. në mos gaboj Në që fillim të vitit. në fillim të vitit, madje u shkarkua edhe drejtori shitjes dhe u bë dhe pezullimi i 100 punonjëve. Po dhe u pushuan shumë Problemi faturistë. më fali për se si qëndron problemi. Unë po ja për rast konkret që ne kemi pasqyruar edhe në televizionin tonë, në Kronika. Vjen qytetari i cili nuk banon më në atë shtëpi dhe paguan vetëm Po, ka qenë rasti një vetëm 2400 lekë për të mbajtur kontratën dhe është i detyruar të paguajë mbi 3 herë faturimet të cilat e bëjnë faturistët më përgjithshëm dhe më e keq është ju thoni për faturistët, por edhe te drejtues ku e ka vëtur dhe është ankimuar, i ka thënë nëse është hedhur në kompjuter, një përgjigje të naive që nuk i lejohet një drejtuesi, nëse është hedhur në kompjuter do ta paguash. Jo, kalon në sistem. Madje edhe për të thënë diçka tjetër, do ta paguash për afarin tim. Koleg, tu bëj një thirrje shoqërore? Ti lëm llafet që më tha që filan qytetar, më tha filan qytetar. Unë jam qytetari Evangel Sako dhe në muaj korrik kam patur 2 raste për t'i thënë këtu në televizion, sepse si mua ka dhe qindra të tjera. Unë nuk merrem në shtëpi me sektorin e ujit, të dritave, me këtë sektor merret me shoqe. Nga mezi korriku kërdi fatura e energjisë elektrike më thot, ore burr thot shiko thot në muajin dhjetor thot kemi paguar 260 kW. Në qershor ka ardhur 300 kW. Po i tha pse me shembull midis dhjetorit dhe qershorit. Po sepse në dhjetor thot pjekim 2 kapojnë deti, pjekim 2 baklava, një komprekaj, dimër është, mbajmë edhe një ngrose dhe është muaj që ne harxojmë më shumë. Qershori është një nga muajt që harxojmë më pak. Dhe më bën përshtypje thot kjo diferencë thot. Kur unë mendoja që në qershor vinte 100 me gjysma e dhjetorit. Ndërkohë unë pranë banesës time kam një shtesë banese që e le me qera. Edhe në përgjithësi e le studentëve të Universitetit Ismail Qemali. Sa po dëgjoj ankesën e gruas, më vjen një studente nga ato që rrit të banesa që jam me qera. Thot Xhaxhi Evangeli thot shiko thot. Me ka ardhur në muajin mars, prill, maj dhe qershor thot, fatura fikse 100 kW. I tha Xhaxhi shikoj se mund të jetë 99 ose 101, se s'ka mundësi, ka dër muaj 100 kW. Më tregoi faturat fiks. U detyrova lash një ditë punën, mora faturat, shkova te elektriku dhe nuk shkova direkt te përgjegjësit, gjeta një inxhinier që në Vlorë mbaj një inxhinier profesionist. I thash kam një pyetje profesionale po nga ana jote, me hapësh përgjigjen. Urdhë tha. I thash njënë sa vjet bën vaki që ti jesh me sahat dhe në banesë të vi fiks 100 kW për 4 muaj rresht. Dhe njerëzit kjo ndodh një 1 milion vjet. I thash shkruajeni në librin Guinness, që është libri në kombëtar sepse më ka ardhur mua 4 muaj rresht 100 kW. S'ka mundësi tha. Urdhoi thash faturat. Të njëjtën pyetje bëra edhe shkallë deri tek drejtori dhe duke patur edhe një çik konfidencë shoqërore më tha Evangel. Po i goçan kohësh më tha më 300 kW ja tha, e 100 kW tha. Unë shtëpia duhet që ka nga 1 milion lekë tha. Po ti rregull po tha, mo ik paguaj ato tha dhe mbyll rri urdha mos tha. Hap te lashe. Pra, e solla këtë shumë personal për të thënë që në këtë marrëdhënie institucionale, më tha edhe tjetrën, ëh, tha edhe tjetër që duhet ta them. Mirë më tha, më ka një zgjidhje. Urdhoi thash ta zgjidhje. Do bësh sot një ankesë, tha mua me shkrim. Do mbiesh fotokopin e librezës. Do mbiesh fotokopin e asaj faturës. Do rishën 2-3 ditë do vish të marrësh vesh në cilën ditë ne do vim thash, do vim atje tha, të shkojmë sahatin tha, edhe e zgjidhin tha. Drejti thash unë. Sot e lash punën që erdha u ankova. Do vi ditën tjetër të marrë vesh se kur do vini ju tek sahati, do lë edhe punën ditën e tetë kur vinte sahati dhe mua ngalin 3 ditë le punën. U kjo zgjidha, po zgjidha shumë e thjeshtë tash unë. Urdhë, unë po të bind që kjo është gabim. Gabimi që juaj, mbajeni ju, fajin e korrigjon fajtori. Jo, e di për çfarë. Gjeni jo fal. Gjeni orë që unë jam në shtëpi, thashë hajde shikojmë sa atë. Mi po, me kemi tek ose shaja, ata kur ti nuk paguan të paktën në Vlorë ose në qendrat qendrore të Vlorës, kur ti nuk je korrekt me pagesat e tyre, ata vinë, marrin një palpinca edhe të presin energjinë. Kur janë vetë fajtor, asë lëvizin kemën për të korrigjuar gabimin që kanë bërë vetë. Jo, në fakt, e di për çfarë më vjen keq se nisa që ta thosha dhe pak më parë, pjesa dërmuese e punonjësve të SSH-s e pranojnë që i kanë shkelur në kallë qytetarët. Por është ajo që ju thatë pak më parë justifikon, më vjen shumë keq, po të kisha ardhur një ditë më parë, s'do kishin kaluar në sistem. Është përgjigje që është dhënë pjesës medias. Dhe kjo i jepet po në mënyrë brutale dhe medias. Sigur askush në këtë botë ka elektricist që e njohin normalisht, ka specialist, sigur askush nuk e njeh këtë lloj shërbimi dhe këtë lloj abuzimi. Unë nuk e përjashtoj mundësinë personalisht që ka pasur probleme me sahatet.
ka patur probleme, nuk e di sa abonent janë në Fier, po marrim një shifër X. Janë bërë ndërhyrje? Jo, në të gjitha mund të ketë patur probleme, sepse kanë qenë sahat elektrik të vjetër, dikush ka patur probleme me vullën, sepse është treguar elektricisti i papërgjegjshëm, dikujt ja ka prishur gjitoni, dikush e ka prishur vetë sepse ka dashur të vjedh në kohën kur kishte mundësi të vjedhte, pra në vitet e tranzicionit, dhe këto njihen. Por çfarë mendoj unë, si duhet gjetur zgjidhja? Në qastin që kjo kompani çeke e privatizoi këtë lloj shërbimi, e para gjë që duhet i bërë ishte që të bënte një inspektim të të gjithë zonave. Me këta faturisë që ka. Dhe të shikonte a ka sahatin në rregull Vangjeli apo jo. Se ka zotri, ke bërë çka ke bërë deri tani, ne do të vënë sahat të ri. Në rast se pas kësaj abuzon, atëherë të mos e çojnë 1 milion të vjetra, por ta çojnë dhe 5 milion, dhe qytetari është i ndërgjegjshëm. Por sot qytetari ngres supet, pyet veten, pse duhet më ndodh mua? Domethënë çdo shtetas shqiptar sot flet me frikë se të nesme mund të zgjohet, mund të gdhihet Borxhllin në OSSH. Dhe kjo nuk është as pak e drejtë për mendimin tim. Kolege, ne po sjellim këtu shqetësimet, unë pak po sjell shqetësimin e qytetarëve që janë korrekt në marrëdhënie me OSSH-n. Po unë sjell shembull tjetër negativ që kanë vlerë për shembull shumë persona që unë edhe njoh personalisht. Ka se vrasin mendën fare që ka për të paguar faturë apo s'ka për të paguar faturë. Nuk e përshën domethënë. Patjetër nuk e përshën po. Dhe ai vazhdon të ketë energji elektrike. Ne sjell një shqetësim qytetar, ku vetë qytetari është brenda parametrave normal të marrëdhënieve të korrektesës me institucionin shtetëror. Kjo na shqetëson. Atëherë, nuk e di, le të kalojmë në një pikë tjetër. Duke parë problemin jo vetëm brenda çështjes së funksionimit të marrëdhënieve qytetar-administrat. Ne trajtuam edhe çështjen e komunikimit me OSSH-n. Sa e lehtë është tek pjesa që na intereson edhe ne, sa e lehtë është për të marrë informacion administratën shtetërore sot nga ana e medias? Unë them që për fat keq mungon transparencë. Ka dhe një lloj ligjshmërie, një lloj përshkallëzimi se si duhet marrë informacionin. Por në fund të fundit, te ta lëm anën e përshkallëzimit. Për detyrën që kryen secili në administrat, mund të përgjigjet dhe në mes të natës. Ta zgjuesh e ti thosh si është kjo çështja, përse po t'i ktheshim prap elektrikut. Ora ç'mendim ke, përse në një fshat Mallakastës u pre fshatshë energjia elektrike? Kur kontrata është individuale. Kontrata është individuale dhe ata që nuk kanë paguar dhe me t'ia presim atyre shtëpi për shtëpi. Ai mund t'ia përgjigjen, pse është bërë kjo? Mirë, po për fat keq këtu ka një lloj nënvlerësimi ndaj atij problemi që kërkohet dhe për më tepër për media bëhet mjaft e mpret, sepse ne dim që në marrëdhëniet midis administratës edhe komunitetit, atij qytetarit, është media në mes, e cila futet në përmbajtjen e problemit, domethënë, edhe si thosh i vë kundrull njëra tjetrës të dyja palët. Dhe ti që je kërkon të dish për një problem, edhe ty nuk të hapen dyert, ky është rast, domethënë rast i dënueshëm. A nuk e duket sikur këtu, zoti Kone, këtu e komplikon veten pikërisht administrata shtetërore, sepse e ka dhënë përgjigjen e parë që nuk i ka shërbyer qytetarit, prandaj dhe nuk t'i jep dhe informacion e dur. Mua më ngjall ndjenjën e dyshimit. Dhe nëse unë kam ndjenjën e dyshimit, do kërkoj të shkoj më tej. Përse unë nuk i informojmë? Unë do të thotë që i përfaqësoj media. Është një drejtë informimi. Si e diçka atëherë, se unë mua që duhet më thotë, sepse po të jemi duke pirë kafe, edhe ku punon ti në final vend. Edhe unë të pyes ti më përgjigjesh. Shumë thjesht. Domethënë, nuk merret kjo thjeshtësi e informacionit, si shkëmbejmë në mendime të rëndësishme njëri me tjetrin, si koleg, gazetar me gazetar, gazetar me operator, gazetar me montazher. Domethënë, ashtu si shtrojmë neve në kohën e lirë, flasim edhe për gjëra serioze, sigurisht, krahas atyre gjërave të parëndësishme. Ashtu siç ne e japim informacionin, është e njëjta gjë. Ti punon drejtorie filan edhe unë të pyes për diçka.
qoftë si popull, qoftë si shok, si mik, si intelektual, edhe krejt normal, ti nuk më thua asnjëherë që kjo është sekret. Në fakt, duhet të marrë informacion nga shefi, nëse do t'ju jap informacion apo jo. Ndodhe kjo. Sa po vë barierën e zyrtare të administratës, Befos mbahet një qëndrim tjetër. Jo, vërteta është që njerëz janë ata dhe mund të kërkojnë kohë. Ato që thash me zotin Pone edhe ta deklarojnë, ndonjëherë do të marr leje nga drejtuesi. A duhet të jap informacion? Na ka ndodhur shpesh, madje gjithmonë çdo drejtori kjo ndodh, po s'da lejen shefin nuk flasin, por ka dhe raste kur kërkojnë shifra dhe askush nuk është kompjuter që t'i mbaj mend përmendesh. Dhe mund të lërë një ditë tjetër ose një orar tjetër. Askush nuk e keq kupton. Ky është justifikimi besues. Por në çastin që ti shkon për t'i marrë një prononcim zyrtar, sepse të duhet një qëndrim zyrtar për një problem që ka ndodhur dhe zyrtari apo drejtuesi stonon, sikur se na ka ndodhur ne edhe më parë që ose ta mohon atë që ka ndodhur. I pari i qarkut thirr tha, nuk e di, të gjithë e dim apo jo, kemi bërë dhe lajm atëherë, nuk mbaj mend se çfarë thash për problemin, pak më parë tha dhe nuk prononcojmë dot momentalisht. Unë këtu nuk e justifikoj dot, personalisht nuk e justifikoj dot këtë i zyrtar. Në çastin që gjendet rruga e mesme për të dhënë informacion është nëse e natyrshme. Koleg bëre një pyetje që për mua është plagë. Sa letësh për të marrë informacion? Për mua është plagë, po them për bëjmë një krahasim vulgar që për ne gazetarët është plagë. Është plagë sepse nuk e di ta kthej përgjigje me një shembull konkret. Patjetër. Para pak ditësh në Vlorë u ndruan një drejtoresh institucioni. Dhe me dëshirën e mirë që gjithmonë e kisha kritikuar, thash me dëshirën e mirë për të dhënë një spunto pozitive. Thash po shkoj për bëj një kronikë të mirë sepse kishte ndodhur diçka e mirë në atë institucion. Shkoj dhe nuk e gjej drejtoreshën. Sa po ishte mërguar dhe nuk ishte në zyrë. Atje gjeta një sekretare me minifund, një bukuroshe. I thash duhet drejtoreshën se janë aksesor, Vangjel që po aksesor, po kam qejf të përmend. I thash lutem drejtoreshën, nuk është, më tha mua. Po i thash, a mund ta marrësh telefon? Që nëse vjen shpejt, ta pres, nëse vjen vonë, më lë një orë takimin. Më vjen keq, më tha mua nuk kam numrin e telefonit të drejtoreshës. Nuk e di, mas nxitova, po i dhash një përgjigje, thash, shiko. Ti më që nuk di të presësh të përcjellësh njerëz, po ti zgjidhet gënjesh, i thash unë. Sepse në asimin të botës nuk ndodh që valsi nuk ka numrin e prorit. Aq më tepër që marrëdhëniet jote me drejtoreshën marrëdhënie direkte. Po jo më tha mua, tha, në atë kohë vjen drejtoresha. Drejtoreshi i thash, më vjen keq, po mësoj këtë zonjushën e vogël, si të presi të përcjellë popullin, jo mua që jam gazetar, po dhe një popull të thjesht. Po jep dhe numrin e telefonit, e ka numrin e telefonit, tha. Po i thash, tashim tha që nuk e ka numrin e telefonit. Pra, pa kaluar në aspekte të tjera, një numër telefoni. Jo pastaj një marrje informacioni. Më ndodh shpesh edhe te drejtorët qendrore, kryesor në Vlorë, nuk e merr informacion, po mat shumë prap nga OSSH-ja. Patë një problem një qytetar, një problem shumë madhor. Shkuan bashkarisht, më ankua, domethënë më shpreh ushqisimin e tij për ta ndihmuar edhe në emër televizionit, shkuam te OSSH-ja. Jo në këtë drejtorin që sepse në Vlorë fatkeqësisht jo fatmirësisht, drejtorët e OSSH-s ndrohen në çdo 3 muaj dhe më vjen keq që riciklohen. Domethënë ti do të thotë që qëndronte një. Jo një, të qëndronin le të ndroheshin, po të mos ricikloheshin sepse shkarkojnë për dobësinë e punës dhe pas 6 muajsh shikojnë prapë drejtor. Kjo është qëllimshme. Megjithatë ta kalojmë këtë. Edhe shkoi ishin drejtoresh para drejtorit aktual. Ja shpjegova shqetësimin. Jo më tha mua kam kontrata që unë nuk flas. Po deshe tha fol me drejtorin e përgjithshëm që është në fjesë sepse fatkeqësisht ne në Vlorë e mbaj vetëm, domethënë Vlonjat e mbaj vetëm si më shumë më të lartë nga ju fije, po nëse shënë jemi vacit tuaj. Je numrin e drejtorit të përgjithshëm ose shesh në fjerë, marrën telefon, po anjëherë më vjen keq tha. Kam një kontratë me kompaninë çeke tha që duhet të merresh vesh me ata për të dhënë informacion. Drejtori thash problemin e kam në Vlorë, se kam as në Fier, as në Tiranë, as në Çeki. E kam në Vlorë dhe e zgjidh këtu. Po të doj drejtoresha këtu, në moment ne e zgjidhim problemin që kemi. Jo tha duhet marrësh bësh një email tha tek drejtoria qendrore atje, mirë thash, sa të bëj unë ankesën te drejtoria, të vej ankesa në Çeki, të kthehet nga Çekia, edhe me email thash me poshtë elektronike do vonohet shumë, i thash, prandaj zgjidhim këtu. Pra, më falni. E kam fjalën mora dyshim mbase vulgar, po janë real, janë konkret, që është e vështirë të marrësh informacion. Ai më tepër pasaj është më i vështirë kur kërkon shifra konkrete dhe shifra reale. Sepse në përgjithësi drejtuesi i institucioneve nuk i din ose nuk e njohin realitetin për të dhënë një pasqyrë
reale të asaj që ndodh në institucionin e tyre. Imagjinoni kur e nxjerrim këtë vërtetësi me medias është bëhet me qytetarin e thjeshtë. Megjithatë, do të shtoja diçka, bujar, koleg. Folëm, domethënë, ne kemi në mes midis qytetarit edhe Profesor, më falë 30 sekonda, nuk përjashtoj raste të veçanta kur drejtues institucionesh me kulturë, me inteligjencë, me mirësjellje dhe pa dashur të hyj në kemra konkret për shkak, po ma shumë prefektin e Qarkut, që në çdo moment që ti shkosh, jo vetëm unë, po flas edhe në emër të kolegëve të televizionit të tjerë të Vlorës, në çdo moment që ti shkosh, është i gatshëm që atë që e di dhe ta jep të saktë, atë që nuk e di, ngre duar thotë, këtë nuk e di. Do marr informacion dhe do ta jap. Nuk e bëm ndarje radikale. Gjithsesi ideja është të shërbejë qytetarit pa sepse kjo jona nuk është primare. Pa dashur të përmend. Primare është ajo që ti shërbehet qytetarit. Atëre, duke u mbështetur edhe te kjo që thot kolegu Anjel, po edhe tek ato që sapo shtrohem më para, ne jemi midis si media, midis administratës edhe komunitetit, qytetarit. Edhe kjo që thot Vangjeli ka shumë rëndësi për karakterin informativ për të ditur që një prefekt, një post të rëndësishëm të shtetit, përfaqësuesi më i lartë të shtetit në qark. Përfaqësuesi i qeverisë. Ne na intereson kjo në kuptimin e informimit publik për shembullin e mirë. Le të dëgjojnë, ne i bjem pragu, themi që dëgjoj dera. Po. Kjo është detyra jonë si media, tash të rrim çik edhe për pozicionin tonë apo jo. Që ne ta përgjithsojmë të për të dëgjuar. Por edhe në ato që diskutuam para kësaj që hodhi Vangjeli, ne përsëri duhet të ndalemi, tek ajo ku ka një erë jo të mirë, një krisje për të futur në brendësi të problemit edhe për të mbajtur një qëndrim kritik nëpërmjet kronikës kritike, nuk po them për të arritur, po dhe ajo nëse arrihet është gjë e madhe, kronikës investigative. Sepse praktikisht ne kemi dhënë shembull, ajo që përmendëm para 3-4 vjetësh, vërtet ka qenë kështu. Dhe jemi ndeshur praktikisht ne të dy konkretisht, edhe Majlinda dhe unë si gazetar. Do më thënë, ne të përfitojmë dhe të mbajmë pozicionin tonë në të gjitha këto që po themi. Jo të tregojmë shikuesve që kështu është gjendja, por ai të thotë mirë juve për të gjitha këto, ne do t'i themi që na ndiq nëpërmjet kronikave televizive, apo ja kaq edicione në ditë që ne e dim, por megjithatë kjo na vjen për detyrën që në këtë pozicionin tonë ndërmjet për karakterin informativ dhe mëtej, midis administratës, shtetit dhe shtetarit, domethënë qytetarit, rolin ton ta japim nëpërmjet kronikave, edhe nëpërmjet emisioneve, dhe nëpërmjet emisioneve që kanë karakter kritik, bisedave në studio me të ftuar të ndryshëm, ku ne gjithashtu të nënvizojmë rolin ton si media. Edhe këtu të hapet debati, të ketë kritikën, autokritikën, të ketë qëndrimin, si thush, qoftë ligjor, qoftë moral. Gjithmonë në sensin për të shërbyer qytetarit. Për të shërbyer gjithmonë qytetarit, sepse në këtë pozicion jemi. Dhe këtu ne kemi për detyrë që të bëjmë shumë më tepër. Domethënë nuk është një stadi që ne këtu jemi të kënaqur dhe nuk kemi se çfarë bëjmë më tej. Po. Atëherë jemi në momentet e fundit të emisionit të kësaj mbrëmje dhe do doja të bëja një pyetje të tillë. Çfarë do të ndryshojë për të ecur ashtu siç duhet apo për të konturuar në marrëdhënien e dur midis qytetarit dhe administratës shtetërore? Po fillojmë me ju. Unë doja që ti referohesh asaj thënies, mos i bëj tjetrit atë gjë që nuk do doje të ta bënin ty. Do doja që të gjitha ata punonjës apo e gjitha ajo armate e administratës të ndërgjegjësoj, të mendonte që këtë shërbim mund t'ju afronin nesër familjarëve të tyre, vetë këtyre personave. Prandaj dhe duke u ndërgjegjësuar të rrisnin dhe nuk po flas fare për ndërgjegjësimin në punë dhe të rrisin shërbimin apo cilësinë e shërbimit, por të rrisin njëherë komunikimin, të mendojnë që këta janë qytetarë të shtetit shqiptar dhe kanë të drejta të barabarta. Para punës t'i presin, askush nuk po kërkon që t'i zgjidhin atëherë kur nuk duhet, kur gjithçka është antiligjore. Sepse kuptohet që dhe qytetari nuk di çfarë është ligjore për të dhe çfarë nuk është ligjore, ose ideja e pronësisë apo e të qenit kam të drejtë gjithmonë. Të jep gjithmonë të drejtë, shikon njërën anë të medaljes. Por e para duhen
të ndërgjegjësojnë për t'i pritur. Ja, qartë. Zoti Sarma? Çfarë duhet të ndryshojmë? Unë po them me pak shaka, po edhe shaka e gjysmën së vërtetës, ë? Për mua duhet të ndryshojë së pari presidenti i Republikës, që të bëhet një baba i mirë i zbatimit të ligjit edhe i kushtetutës. Pastaj duhet të fillojë ndryshimit e kryeministri, që ti di pari zbatuesi i ligjit edhe i kushtetutës. Do të presim gjatë me sa duket. Jo, mbase nuk do të presim ka gjatë, sepse jo, nga jo nuk them me një ditë, as me një muaj, as me një vjesht, po kam dëshirën, pra, kështu mendoj unë. Që pastaj të vijë shkallë tek ministrat tanë që të jenë vetë paraprisë të ligjit, të shembullit të një administratori të mirë, jo të një pronari të mirë, po të një administratori të mirë, duke shkuar pastaj shkallë deri tek administratori mirë thjesht i popullit, por të qenë edhe ai zbatues korrekt i ligjit. Po ndërkohë, duhet ta kthej pasqyrën edhe nga vetja jonë, edhe ne, qytetarët, duhet të njohim më mirë forcën që kemi. Forcën sindikaliste, për shembull, që në Shqipëri nuk ndihet fare. Sepse po të kemi sindikata në të gjitha fushat e jetës, që din trokasin, po din edhe kur duhet të shqyet një derë, për të dëgjuar zërin e së vërtetës, të din ta bëjnë këtë gjë, duke ndërthurur të dyja këto. Madje edhe respektues, jo vetëm kërkues, padyshim. Gjithmonë duke respektuar. Unë e thash pak parë dhe prapë kam të shita përsërisë që në bazë të këtyre marrëdhënieve duhet të jetë diktatura e ligjit. Po të jetë diktatura e ligjit, edhe ai është lart me, edhe unë që jam poshtë, nuk kemi nga mbaj. Patueshmëri korrekte. Le të ketë vija të bardha, të mos i shkeli vija të bardha dhe çdo gjë është normale. Për ta mbyllur zoti Korna. Ajo që thot Vageli që të ecin gjërat në blok është gjëja më e domosdoshme. Madje këto ditë lexova diku që në Danimark mjafton të hedhësh në një kuti ose në mënyrë elektronike ankesën tënde, problemin tënd për administratën edhe do vesh të marrësh përgjigje. Jo, se edhe këtu mund ta Danimark, që gjithmonë gjërat janë perfekte. Në Danimark ka 500 vjet universitet profesor. Vangeli mund ta jepte në shembull nga Belgjika për shembull. Edhe këtu mund ta hedhësh po të zhduket fletë. Atëherë, vazhdo. Atëherë, është vërtet kjo që kërkohet në lëvizjet në blok edhe që ka të bëj kuptimin e përgjithshëm me zhvillimin e ecjen e shoqërisë përpara, por ne duke parë në prizmin tonë si një televizion rajonal, ne do ta shikojmë në pozicionin që kemi, ajo që shpjegoi Vangeli shumë thjesht, edhe tha, unë sot jam i thjeshta, nesër mund bëhem drejtori juaj. A do të ndryshojë në këtë rast? Jo, s'ke pse ndryshon. Ndryshon pesha e detyrës. Dhe përgjigjesia. Ndryshon. Po kështu e themi ne se ai mund të ndryshojë vërtet, po marrim masa për plak. Po ne shpresoj që ai tjetë po ka që komunikues e tjera dhe besojmë se të tillë kemi kolegët, por në rastin konkret ne gjithmonë duhet të forcojmë rolin tonë si media. Punën edhe provojnë që kemi si staf, se ne punojmë vërtet në staf, edhe këte kemi thënë dhe erë tjera para teleshikuesit. Këtu nuk shikohet më tepër ana individuale në kuptimi, po shikohet se si harmonizohet kjo në staf dhe Majlinda, duke që një kosishe kryeredaktore di mjaftë mirë këtë. Në qoftë se ne përgjegjësinë e kemi në staf, ne do mbaj përgjegjësi dhe për atë stazherin që na erdhi dje, për stazherin e dytë, në mënyrë që ai të mbaj peshën qoftë me një kronike, peshën e një televizioni. Le të mendoj sikur gjithë të tjerat janë, si thuaç, më pas, kjo është në ballë, atëherë nëse do vlerësojmë të tillë çdo kronik, atëherë do të bëjmë që gjithmonë të avancojmë me problemet vërtet me peshë. Dhe një nga probleme me peshë është pikërisht ky që ne poshtrojmë dhe apo shtrohemi më mirë sonte. Të mbajmë peshën tonë si media, si stafë, domethënë si grupe xhirimis, domethënë, dhe vetëm atëherë ne mund të flasim në emrin tonë, jo vetëm si njohës, por për rolin që ne kemi luajtur, dhe vërtet ne nuk e thamë, po kemi luajtur rolin me punën tonë, si thuashë, në zgjidhjen e shumë problemeve që kanë pasur të bëjnë. E lam një moment modestie gjithsesi. Ne lam për modesti, por ja themi teleshikuesit dhe që të ketë besim në median tonë, sepse vinë, i dëgjojnë, shkojmë. Kjo është një praktikë e përditshme, po thuaj. Po. Atëherë, qytetari përballë administratës, qytetari i mbetet pa për të bërë përballë administratës, administratës i mbetet shumë për të bërë përballë qytetarit, është një temë që vazhdon, lidhja e tyre kërkohet që të jetë ndërsjellë.
me shërbime nga dy anshme, por për më shumë atij që i është besuar një lloj funksioni për administratën shtetërore. Kemë marrë në fund të emisionit tonë, faleminderit që keni qenë sot pjesë e pranishme, faleminderit dhe ju të nderuar televizionistë. Do të takojmë sërish të premten e ardhshme, deri atëherë natë mirë dhe mirupafshim. Tek Isomat, ne kemi vendosur të gjithë pasionin deri në perfekcion. Çdo produkt e ndërtojmë bazuar në kërkimet shkencore laboratorike me devotshmëri për kualitetin, deri në çdo imtësi dhe detaj. Materiale hidroizoluese për bodrume dhe rezervuare, taraca, mure, fuga dhe çati. Aditiv betoni dhe llaçi. Kol dhe stuko plakash për taraca, fasada, banja, pishina, si dhe zjarduruese. Material për meremetime dhe bojra. Suvatime të gatshme me bazë cimento dhe akrilik. Materiale epokside për dysheme industriale. Për të qenë gati për treg, produktit Isomat i duhet të jetë